are today in Tropoja, which is northern Albania. It is not far from Kosovo, just across the border from Jakova. And it is so beautiful, so incredible, so dramatic. Even though we were here in winter and it is a foggy day, they get a lot of fog in the winter, but we can see these towering mountains above us, and below Valbona River, this famous river. The color, if you can see, I hope you can see, it's this light turquoise color. Absolutely extraordinary. So you can imagine what it's like in the spring and summertime to come here. Many people come here from all over Albania and Kosovo and the world. Many Americans, Europeans come to this place because in the summer it's just gorgeous. And people come and they hike and they visit, and there's all these beautiful little towns around. But there are also some kula, these old historic protection, well, they call them castles, kula. They are stone houses from centuries ago, and they're dotting the landscape here. So I am somehow very passionate about this particular landscape. The feel of northern Albania is something really extraordinary, really special that I've never felt before anywhere. So I'm glad you can come with us and have a few visits winter in Tropoja. Here party jam këtu, jam amerikane. Amerikane, kosh me jetë gjatë. Thank you, faleminderit shumë. A merr vesh? Po marr vesh, po flas shqip. Po jetoj në Kosovë. Kosova? E sot është herë e parë që jemi këtu në Tropoj. Në Tropoj. E bashkë kemi pas dëshirë me taku me dikën. So, si quhesh ti? Kad Muçaj. E ku je lind? Jem lind Sheton. Ku? Që të ropë të mi në Koçanaj. Aha. Edhe Do thot në këtë jem kone martume në Shqipshan, më ka dik burri, më ka lanë 3 fëmijë. Tash më ka dik edhe djalli që dash. Jo. O, shumë vjen keq mbushlime tepër. Jem marrë të ropë të mi, më kanë bo shpinë, kom shpinë teme, jem rahat e mirë bërë. Okej. Kom i djallit e qik, 2 qikat mijat. Mashallah. Sa vjetë i kiti? 82. 82 vjetë. 82. Po. 82 vjetë. 82 vjetë? Datinja 43. Pash zotin 82. Ua sa e ri. E 43-shit, datinja 43-shit jam. Çka ke bo, do thot, me jetën tonë, çka ke... Me lop, me dhanë. Qështë të punë. E tash kush është në shtëpi ku po rrëndi? Tash ti kam nusën e djallit, edhe Regash djallin nusja? pe plani. Okej. E kam nusën e mirë, djallin e ka i djalli e qik, Sa vjet janë ata? djalli është 34 vjeç. 34. Qika është 32 vjeç, është e martume, ka 2 çuna. Po, Unë ljumi ti. E qysh është këtë vend, qysh po të qe këtu është vend e mirë, këtu më duket vend e mirë si kam lindë, më duket vend e mirë. Ja. Vetëm Shumë si- dramatike me që s'po monemi me pa për shkak Po, mjegull. është mjegull është. Ja, nuk sa po. shpesh e keni mjegull kështu? Vallaj dimit, që shton se kena valbonën ofër, edhe Për shkak lumit. shkak lumit vjen. A vinë shumë të huajt këtu? Tu, që sa rrugë bëllë, Po, e dalin valbonë. Verës. Pranverë, verës. Pranë verën dimin edhe tash ka bëllë. Do thot, ata gjejnë najfar bujtinë, najfar... Ku po flenë ata? Ata flenë atje, kanë klubin, flenë klub, rrinë në hotele, hanë bukë, rrinë, rahat, janë. Për shef, ata kanë bëllë. Ja. E qka po mendoni, a është me gjithë qef për ju, që po vinë ata të huajt? Po. Po se vinë, shohim me Ja. Klasin Do thot e ju ta. jeni hapën për botën. Po. tash. Do thot ju, masi që 82 s'po mundi besu. Do thot ti ke jetu gjatë kohës e komunizmit, e hoxhës, që shka qenë qatë kohë për ju? Për ne kanë mirë bollë. Tash kanë më mirë atëherë se tash. Pash zotë, pse? Atëherë hangëshin bukë e kryp,
E kishim shef mu po me shok, me shoqe, me dalë me punue. Po marshim pak, po ishin matë graçi, matë mirë. Për një me. Për një me. Wow. Tash, Burri ka qenë mjek. burrim ka dekë, ma kalon djallin 6 ditë, e 2 vajzat. Edhe dy vajza. Atër e marrë të rëptimi, kom nëjtë që tu. E burri çka ka punu? Në kooperativë punoj. A këtu në kooperativë. Çish ka qenë ajo puna? Kooperativa kam, kooperativë, marshim ka pak, po ne dalshin, s'dishim më ishe. Ja. Nuk e dishim se që shonë në ishe. E do thot nuk keni ditë çka po ndodhet jashtë. A, se sanë se ku am njëre ku në kështë që ka bojnë, besh hangshëm buke, shef, del në punë e puno, hajde në Ne shpejt. më shjelgojen edhe. Edhe mos me foli, jena mirë shumë. Kush në muske, kush në preke, rahat. Edhe ju jeni gjithmonë si madh, si në madhësi e Shqipënisë, ju jeni gjithmonë ma pamvarën prej shtetit, ma... Po, jem konë mirë bolë, rahat, se s'ne ka uckush. Ja, se jeni bo larë kështu. Jena la. A keni hec ju nëpër qëto male njëherë? Në përbjeshkë, në përrupe, në përbjeshkë kena e zbollë, kem lidhë bërënice, më kanë qitë në fotografi, më dalë në Amerikë, Pa zotë. ty më lidhë bërënica. A keni shërbelo? Po. Apo rritet këto? Që atje kem lidhë, po nuk e ka shqitë hetë. Me të zakonisht keni pas gjithë, se kam mësu qatë këngë ta shërbelo. Mjellën ka pak, po tash nuk ka shqitë, ti ka dalë vlera. Në Kaliforni kemi shumë, po Lëshim Mona Therra, bërënica, Boronisa. shtaj kena bollë. Sa lopë keni tash? Unë e kam 4 copa lopë. 4 se ku janë? Ku t'i gjojnë malë? Do të kanë ikë dikën. Nuk e di ka kanë ikë vësh. Apo kthehen të ju tash? Shkoj e këshyri me to ku po i gjojnë. Ka po shkoj. Ju keni jetë lirë me lopë. Po me lopë. Faleminderit shumë Po për shumë me erë. bisedë. Po çfarë bisedë, faleminderit sot dhe pe josh që unë dalë të fort me mua. Ja shumë bukur. Faleminderit, Faleminderit shumë. miru pofshim. Now getting deeper into this area called Valbona in northern Albania. An extraordinary place. The color of the water, this river, Valbona River, has this light blue color. So beautiful here, sa bukur në Valbon, sa bukur. So beautiful. Here we have the river Valbona, Ljuma Valbona. Behind us is a mosque, Jami. Up above is a cemetery. You see an old kula, no longer lived in, how the houses all used to be, the stone one. And here we have sheep up on the grass. This is beautiful. This is northern Albania. Look at the light here. Look at the light through the trees. Winter light in the afternoon. Incredible. Hello guys. Are you speaking Albanian or English over here? You're very beautiful sheep. Hello.
tash jemi në bujtinë natyra, një vend shumë i bukur, shumë ngrohtë edhe lezetshme në majët male të Shqipënisë, në Northern Albania, në veriut të Shqipënisë, me qëto dy shok tona të reja. E na kallzoni për këtë bujtina natyre që keni këtu. Tash kemi shijuar një drek kaq të bukur të ju, një atmosferë kaq e ngrohtë, jemi në mall të mallësinë e Shqipënisë, do të thotë çfarë eksperiencë bukur kemi pas me ju tash me mikritjen tuaj. Kallzoni si keni emrin, për nga jeni mas pare me ty. Unë quhem Fatbardha Selimaj. Fatbar. Fatbardha. Po, edhe jetoj këtu, si dimën si verë, presim turistat, shqiptarë, që mundohem gjithmonë sa ma mirë me i prit klientat e me i respektue. Sa keni pas këtë restorant, që sa vje? Kem se 16 vite këtë rezist. 16 vite? Po. Okej. E prengaje ti? Unë jam bi Baramcurri e martu me këtu në Valbon. A qysh jeni taku? Jena taku me shkusi. Me shkus? Me shkus. Aha. Me mësit. Jo, e di shkus se prej opoja se di për lumës. Ata po thojnë shkus, si ju. Ja. Do thot ti e rrit këtu, ti e lindi e rrit këtu. Po, unë qumë Avdi Selimaj, jem lindë e rrit të në Valbon. Këtu bashkë këtu, a dikën tjetër? Këtu përballë, biznesin kena se 16 vite me fjallë, si vjetë fillon viti 17. Punoj bashkë me familjen. Mundohem me prit e me përcjell turistat sa më shumë me ushqimet vendase, me fjallë. E tash ju turizm, të gjithë e din që turizm këtu është shumë i zhvilluar, keni shumë mesafir verës, prej Evropës, prej Polonisë, prej gjithkujt, prej Gjermanisë. Prej gjithë bote, po. Ja, prej Amerikës? Edhe prej Amerikës ka shumë. Oh, really? Po. Qysh e gjithë, do thot në internet po gjenë këtë vetë? Në internet, reklama që i bojmë, ka pas si kanë arë turista njëherë, kanë reklamu, kanë arë prapë, kanë arë me grupe, me fjallë. Ka turista që vinë 16 vite se kena hapë, vinë çdo vit me grupe tjera. E sa keni dhoma këtu? Dhoma i kena 20 dhoma, Wow. diku janë afërsisht 60 shtretin. Apo knaqni ju në Valbon, për shembull, a mjaftohet këtë jetë? Për ty, për shembull. Mjaftohet e dikon. Ja. Do thot me pas diçka tjetër çka po kërkon ti. Po. Dimni është pak i vështirë, po tash nuk ka bëhen shumë dimna. Ja, so që Nuk kanë ra burë. Një burë të mirë. Borën më të madhe, këto vitet e fundit që kena pas në vitin 2012. Yes, edhe në po, qashtu po thot. Aty kanë ra diku rreth 2 metra 80 centim. Aha. E prej qaterit? Prej atëherë nuk ka pas dimra, mo me fjallë, janë se 4 dimra rrësh që thush gati s'po bjen burë fare. Wow. E kjo është për turizmin malor e dimëror është mungesë e madhe. Yeah. So a kanë njerëz, a kanë turistë tash? Kur nuk bjen burë, nuk ka turista. Kur s'bje burë. E pse jeni chill? Që jeni chill se kemi gjithë ju sot? Po, rrim chill se këtu na jem të trumë se rrim me familje, mojnë bakti. Aha. E çka keni këtu prej braktis, prej tokës? Prej tokëna, bakti kem 4 lopë e 2 viqa, që i kem për momentin. Kom 60 koshere blet, që i kom edhe ato këtu. Atër e mirmojmë, jo hotelin, jo... Edhe ti e bëjnë bilmet, krejt? Po tona i bëjë bilmet, këthej buk, guzhënjere, po verës marrim. Me krypunë? Verës i punësojmë, marrim njerëz, marrim punëtor verës. Do thot, çfarë sfidat keni tash? Me këtë biznes, me këtë jetë, çfarë sfidat? Biznesi ka sfidat të najerët. Ja. Është vetë puna që jenë në tension, jo me investu, jo me shtu, jo me rregullu diçka.
vetë biznesi është sfidë. Çka po ju duket më të bukur me këtë jetë këtu në përmallë të Valbonës? Qysh ju duket, çka ju pëlqen në këtë jetë këtu? Këtu na pëlqen se është klima është shumë e mirë. Ne na le rrit këtu dhe është vendi më i bukur sot për sot. Edhe në Shqipëri, edhe modern, në Ballkan e thush, për ata që është vendi i bukur e kena dashuri e jetojmë këtu. E kemi edhe dashurinë për vendlinja është. E verës ju nuk shkonin dit, nuk shkonin Shëngjën atë konse ju jeni. Verës jena të nganum punë as në dit. E kur po pushoni ju? Na dimrit më shumë pushojmë po. Çka po bëni dimrit? Dimrit këshyrin baktit, turista ka pak, pushojmë, qyre rrezim zjarrin këto. Sa kozi? Një Shqip nuk ka një fjallë si në anglisht e kemi cozy, ambiente ngrohtë, e përshtatshme, e rahatshme, po this is really cozy. Qysh ka qenë jetë para biznesi. Para 90, para do ti e 60 diçka ti ke përjetu edhe Hoxhën. Po. Okej, na kalzo pak për çfarë periudhë në komunizëm. Jeta në komunizëm o kon mjaft e vështirë. Ti ke qenë sa veçar në? Unë jam kon 23-4 vjeçar në komunizëm. Njerëzit kanë pas me detyrim me punuar në 7 mjesit e deri në 7 darkës në punë kooperativë bujqësore. Jeta o konë mjaft e vështirë. Lufta e klasave o konë aq e ashpër sa njerëzit e familje të mëdhaja, familjet që janë konë më punëtore, i futshin burg politik, i çeshin në tërnim, edhe aty ish me fjalë lufta me ashpër më mes familjeve fshatare. Se njerëzit në atë kohë u qujke një njëri po fut në burg politik, krejt farefisi i tina ish i dënuar për sistemit. A keni njoft dikën që ka qenë i dënuar? Unë për veti, babën e kom pas në burg politik. U kon i pari partizan për shlirimin e Shqipërisë në zonë flas, komunisti i parë prapë në zonë, ka qenë kryetar i lokalitetit në atë kohë kur është arrestuar, edhe ka bërë burg politik, pa një akuzë, vetëm se ka qenë njëri i zhurë, i menshëm edhe i zotin. E sa vjetë? Burg politik i ka bërë 4 vite gjysë. Do thot ju pa babë 4 vite gjysë. Jo, është arrestuar në kohën kur është edhe bomba në ambasadën ruse në Tiranë. Atër Enver Hoxha ka dhënë urdhën si i gjithë njerëzit që janë intelektual të thush, më të mirë, edhe intelektual që janë konë shkolluar jashtë Shqipërisë, atër është bërë një fshisë e hekurt, janë arrestuar, janë pushkatuar, janë internuar me fjalë, aty është konë thush një kthes shumë e fortë e komunizmit me fjalë. U kthy me fjalë një luftë klasash e papame. E tani kur ka lirie, kur ka dalë, qysh keni përjetu që ata? Kur është rëzu sistemi, komunist në ka njerëzit më të lumtur. Si kena pas drejtën e fjallës, ke pas drejtën me lviz, me shku ku dush, se në kodë komunizmit tu, për shembull ku jeti në Valbon, nuk ka pas drejt as një mik i shtëpis me ardhë, pa shku me nxjerr leje se ka qenë zonë kufitare. O dashke me shku me nxjerr lejen, atje të dega mranshme, me tregue të ku shkon, sa do rish, kur do kthesh, edhe kur ardhën në fshat tu, ai person për shembull, ai mik, u dashke me shku të posta kufirit, të posta policisë aty,
edhe mu paraqit. E ju me dalë prej këtu hujt? Na për me dalë për këtu i kena pas pasaportat me një vull zonë kufitare. Ato pasaportat, me fjallë na kishim drejt me lviz, po Në Shqipni? vetëm në Shqipëri, s'ma të fjallë për tjetër ku. Unë thuja 10 vite. 10 vite ki përjetu që sistem. E qysh ke përjetu ti? Pa, unë, kohë e vështirë konë. Kohë e vështirë, se si do kuda nuk janë konë as shteti, as gjinja, as kur gjanë normale. Mas qlerimit të thërë, qysh i zhvillu këtë vend? Ka daldale kuptohet, kanë kuptu qka janë turiste kanë kuptu ku është Valbona. Turizmi si ka fillu në 2005 në Evropa që ka fillu turizmi me urritën edhe në Valbonë. Se edhe më përpara, po vishin, po ka pas shumë pak Ja. turista. E këtu kur kanë nisë ma shumë? Më shumë e më ka fillu në 2005 në Evropa që ka shku ty rritë edhe njerëzit ty investu me fjallë. Njerëzit e kanë zhvillu Valbonën me intuit vetëm. Aha, ja. Shqiptare kanë klikere për qatë punë. Shumë interesant. Janë iniciator. Yeah, really. Yeah. Interesant që nuk kanë histori, nuk është thellë në historinë, like nuk janë tregtare, shqiptarë nuk janë tregtare, kanë qenë diçka tjetër, po për një me kanë rënë fije shumë shqiptarë që me bo këtë punë. Do thëtë, ka njërës prej Valbonës që janë rritë këtu edhe kanë bo biznes, edhe kanë ata që kanë shku jashtë, kanë bo pare edhe janë këthyre. Qysh është, a janë ma shumë kështu që kanë shku jashtë? Jo, pjesa dërmuese këtu kanë pasik krejt për këtu, kanë pasik jashtë. Me njëherë mas që... Po, me njëherë mas rënjës komunizmit. Se është edhe gjenja ekonomike, mas është prit sistemi, njerëzve ka qenë shumë e dupt. Sa turistë po vinë verës këtu? A diti afërsisht? Po, afërsisht shkon 26.000 dhe 50.000 turistë. 50.000 këtu në Valbonë? Po, në Valbonë, po. 50.000? Po. Wow! Do thëtë ju jeni mushën? Po, për kodë sezonit. Do thëtë unë me dash me orë këtu verës, duhet me bo rezervim? Duhet me bo rezervim për para, dikun një muj para ose më shumë. Really? është mirë me mojnë men. Bojnë men që me ardhë këtu të shkush me bo rezervim shumë herë. Shumë faleminderit. Asë gjë. Shumë faleminderit për bisedë, jam e kënaqur. Shumë faleminderit të ju. Ju boft mirë. E kalofshi mirë dhe ju. Thank you. E punë të marë.